S'po e prishim Befasin. Befasin e pati për krah, bile duke qeshur. Por Albulena Haxhiut hareja i u ndal kur 2 herë radhazi dështoi të bëhet kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës. Propozimi i saj për këtë pozitë u bë kryekput me qëllim, sipas PDK-s, të cilët thanë se nuk kanë votë për asnjë kandidat të vetëvendosjes. Me vetdije e boni propozim që s'ka lënë, sepse dije e keni ditë edhe ju, e kemi ditë edhe ne, e kemi thonë gjithë që nuk e kanë shumicën parlamentare, ta shohim, nashta kanë mundësi me bo, se ju e kanë drejtën me provu. Votat për Haxhiun sipas LDK-s tregojnë edhe ato të pamjaftueshmet për qeverinë. Kjo është parimor, nuk ka të bëjë me emrin e përveçëm. Është propozuar një kandidate e cila në 2 runde nuk u konfirmu, e cila konfirmon edhe mungesë vote për kryetarët e Kuvendit edhe për qeveri. 3 votat e nismës ishin abstenim, por pse u vendos kështu nuk tregoi asesi kryetari i partisë që goxha në disponim kur doli nga salla. Unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë dhe mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet Kuvendi dhe qeveria ashtu siç e kërkon. Por shpejt mund të kryet punë nëse propozohen për kryeparlamentar 2 emra që AK i pranon. Saranda Bogujelci ose Shqipe Selimi i votoj. Edhe Aleonca i voton. Kështu kushte thanë se nuk pranojnë këta të vetëvendosjes, të cilët e vajtuan mos votimin e ish-ministrës së drejtësisë për kryeparlamentare. Është për keqardhje që deputetët e Kuvendit të Republikës nuk e votuan një grua për kryetare të Kuvendit. Megjithatë, mes votimesh, një partner i koalicionit të VV-s që i sigurt se Haxhiu nuk do të kandidohet më. Kur nuk kalon kandidati i parë, propozohet i dyti dhe ky kandidat nuk propozohet më, sepse e shtërron atë mundësi. Vetëse po del të jetë ndryshe, me që Haxhiu tha se nuk do të heqë dorë nga dëshira për të ulur në krye të Kuvendit. Opozita po e mban të bllokuar Kuvendin sepse nuk e mbështetën propozimin e vetëvendosjes, prandaj i përket vetëvendosjes që ta bëj propozimin e radhës do të jetë emri i njëjtë. Faleminderit. Mirë po, pse dështoi kësaj here nuk tregoi. Ministre, keni thënë që i keni numrat, pse dështuat? Faleminderit, shihemi. Një farë ngushëllimi kësaj ja dha edhe ish-ministri Xhelal Sveqla, që i tha se kjo punë do të kryhet. Vonim kohë. Patjetër. Ka ndodhur me zotin Bimaj. Kanë qare po dorëzu.